Kur flasim për martesën dhe për marrëdhënien, cila është më e rëndësishme, të gjesh partnerin e duhur apo ta mbash këtë partnerin e duhur me vitet? Po shiko, ato shkojnë dora dorës, mendoj se nëse se gjen se mandot, mbajnë gjë tjetër pastaj. Por çike intereson për emisionet darkë ti. Po shiko, mund të jenë edhe të mëngjesit të darkës, po radio është radio. Unë kpus nga këto, pastaj do t'u shpjegoj, shiko, më falni, ishte batuta ime radiofonike. Se i bëj edhe jashtë radios ndonjëherë, por janë bukura do t'i kapësh, domethënë. Gjesh momentin. Por mendoj që janë të dyja shumë të rëndësishme. Thonë është një shprehje që është më kollaj të gjesh se sa të mbash. Se mund të ndodhi që ta gjesh, në rastin tënd puna ta mbash. Në rastin tënd si ishte? Më kam mbajtur deri tani, më kam mbajtur. Mbash me kam të më mbaj. Po, bukur. E gjetë Evangel. Sipas jush, çfarë është një marrëdhënie e shëndetshme në një kohë ku njerëzit krahasojnë jetën e tyre me jetën e tjerëve në Instagram? Është bërë e vështirë. Është e vështirë. Është bërë e vështirë sepse është kjo, pra, kjo që ti e përmendë, Instagrami, rrjetet sociale, çfarë do qofshin ato, që janë vendi ku njerëzit reklamojnë më të mirën, dhe shikon, no, është me gruan duke pirë verë në Vjenë, në Paris, në ku diun tani ku shkojnë ata, sepse gjithmonë reklamohet me bukura e jetës që ne kemi, edhe unë, me thënë drejtën, ose të gjithë ne. Po, pra nëse jam duke ngrënë, siç më pëlqen të havëra, në bukë me djathtë, në një gjë kështu, thjesht nuk i bëj foto asaj për ta ashtu se kurse bukë me djathtë fund. Po, por ti reklamon më të bukurën dhe nëse je me brek për shembull në shtëpi, duke shfetuar Instagramin se s'ke ku të shkosh, e shikon ky që nga atje, ky pas ka vajtur atje, ua këta në Paris prap, domethënë të depresionon. Edhe studimet e vërtetojnë këtë gjë që 10 minuta të kaluara në rrjetet sociale, nëse mat gjendjen tënde emocionale, bie. Rrëzohesh pak. Kështu që në këtë kohë kur gjithë po krahasohen, po duket sikur ata bëjnë jetën më të lumtur, çiftet nuk i tregojnë sherrët e tyre, ato mosmarrveshjet, ato gjërat njerëzore, cenet që kanë etj. Krijohet kjo ide sikur vetëm unë ziem me gruan. E kupton, që një gruë me cilën nuk zimi as i gruaja e këtij, apo diçka e tillë, domethënë, dhe shumë njerëz ndikohen nga kjo. Gjithë votën kërkosh si gratë tona nuk gjen. Jemi ne të mirë, po janë të mira gratë. Gjitha gratë të mira janë. Kështu që këtë mendoj që kur nuk edhe pjekurin, se mos kur janë çifte më të reja që nuk kanë kaluar atë fazën e, po themi është ajo 7 vjeçari i parë që është i rëndësishëm. Sa vjet u bë ty? Unë e kalova 7. I kalove 7. Në çift. Po. E kaloj dhe ka bashkëtesë, se unë jam te këto çifte që jam. Ti që je praktikisht i martuar zotri. Ai, gati. Praktikisht, po s'do bëjmë dasëm, shumë lek o blend. Shiko. E kishte plan po. Jo, shumë lek. Edhe dalin ore, nëse bën llogarit siç duhet, ta hedhin në gjë ata. Ku ky është kothere? Po të mos e merdi.